Pesdhet vjet pushohet bukë hangër s'ka. Po e kom prit deri në atë momentin kur vinë unë në atë kohën teme me shku me punu në shpit vetë. Një lajmi mirë është se kjo toka ka qenë djerrin të kaluar, ndërsa Osmani e ka shëndru në tokë punueshme dhe tokë butësore. Shumë mirë. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë të gjithëve, pa përjashtim. Jam shumë i kënaqur, ëndër e kom pas që këtë tokë me gur të shndruar në tokë me grur, me pallet e tjera. Dhe ta shohin të gjithë se punohet, jetohet dhe fitohet. Fal jush edhe ministrit, e të gjitha ministrive, e kësaj qeverie, është bërë mundur që une mos të kem më lakmi për Gjermani, për Zvicër. E vizituam fermerin e suksesshëm dhe punëtor Osman Kryeziun bashkë me ministrin Faton Pecin dhe zëvendësin e tij Imri Demelezin. Me qëras të pam kurrjeshirjen e grurit në një vend që ka qenë djerrin, e prej së cilës paraprakisht janë nxjerrë 260 metra kub gur. Siç e tha edhe fermeri Osman Kryeziu, djerrina me gur është bërë arë me grur dhe është në funksion të programit ton që bukën e motmotit ta kemi tonën, pra buka jonë në sofrën tonë nga toka jonë. Do të vazhdojmë me këto punë të mira, aq më tepër që ky duket të jetë viti në të cilën me prodhimtarinë e shtuar prej 140.000 deri në 150.000 ton grur, do ta mbulojmë e tejkalojmë importin që kemi pasur prej 139.000 ton grurve në vitin e kaluar. E falenderoj familjen Kryeziu, ministrin Faton Peci, deputetin Gani Krasniqi, zëvendës ministrin Imri Demelezi, dhe le të qëndrojmë bashkë bujqve të të tillë, sikurse Osman Kryeziu, jo vetëm këtu në Malishev, por në Bonës.